Policia e shtetit ka finalizuar 2 faza të tjera të operacionit të goduar Network, i fokusuar në goditjen e veprimtarive të shfrytëzimit për prostitucion në zona të ndryshme të kryeqytetit. Operacioni është thirrur në disa apartamente të marra me qira ditore, të dyshuara si ambiente të përdorura për ushtrimin e kësaj veprimtarie të kundërligjshme. Në kuadër të kontrolleve në rrugën Yazid Emi, është arrestuar një çift shtetasis ukrainas, të cilët dyshohen se kanë shfrytëzuar për prostitucion një 23 vjeçare ukrainase. Kjo e fundit është ndaluar gjithashtu nga policia dhe po hetohet për veprën penale të prostitucionit. Në një fazë tjetër të operacionit, uniformat blu kanë arrestuar edhe 4 shtetase me shtetësi kineze, të cilat dyshohet se ushtronin prostitucion në 2 apartamente të ndryshme, një në zonën e Vasil Shantos dhe një tjetër në rrugën Vajngjush Furxhi. Hetimet kanë përfshirë gjithashtu edhe disa persona të tjerë të dyshuar si të përfshirë në rrjet, mes tyre pronar të 3 apartamenteve të dhënave qiraditore, si dhe 2 shtetas që dyshohet se kanë përfituar nga kjo veprimtari e palishme. Në total, 5 persona janë vënë në hetim në gjendje të lirë. Sipas policisë, apartamentet e përdorura ishin marrë me qira afatshkurtër dhe dyshohet se shërbenin si ambiente të përshtatura për aktivitetet palishme, duke shmangur identifikimin e lehtë nga autoritetet. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Tiranës për vijimin e veprimeve ligjore, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet.